Hasan Prishtina. Hasan Prishtina ishte një nga personalitetet dhe figurat më të shquara të lëvizjes son kombëtare. Ky ideolog i shquar dhe udhëheqës i pa lollur i kryenngritjes së përgjithshme për pavarësinë e tokave shqiptare, tërë pasurinë e dha për çështjen kombëtare shqiptare. Veprimtaria e tij politike dhe luftarake gjatë muajve maj gusht të vitit 1912 e përgatitën ngritjen e flamurit në Vlorë. Familja Hasan Prishtinës ishte nga treva e Drenicës, përkatësisht nga Polaci i Skenderajve. Fillimisht farefisi i tij njihej me mbiemrin Berisha, ndërsa tani farefisi Hasan Prishtinës njihet me mbiemrin Veliu. Familja Hasan Prishtinës ishin shpërngulur nga fshati Polac në fshatin Mikushnic të Manxhollet, të cilët ishin vëllezëri e Veliajve që kishin prona në fshatin Mikushnic. Pas 3 vitesh, gjyshi i tij Haxhi Ali Berisha ishte shpërngulur në Vushtri. Mbiemrin e ndryshoi nga Berisha në Polaci, por mbas zgjedhjes së tij deputet në Kuvendin Popullor Turk të vitit 1908 deri në vitin 1912, ai e ndryshoi mbiemrin përsëri, por kësaj herë nga Polaci në Prishtina. Pra ai u njoh si Hasan Bey Prishtina. Studimet politike juridike i kreu në Stamboll. Shovinizmi i gjon turqve kundër shqiptarëve dhe Shqipërisë nxiti një urrëtie të deputetëve shqiptar, antar të Kuvendit Popullor Turk, të cilët ndërmorën një takim të fshehtë për fillimin e kryengritjes të vitit 1909-1912 në Shqipëri. Esat Pash Toptani mori përsipër krahinën e Shqipërisë së Mesme dhe krahinën e Mirditës. Myfti Beu, Aziz Pasha dhe Syra Beu morën përsipër krahinën e Toskrisë. Ismail Bey Qemali u nis për në Evropë për të mbledhur të holla dhe armë për kryengritje. Hasan Bey Prishtina mori përsipër organizimin e kryengritjes në Kosovë bashkë me Bajram Currin dhe Isa Buletinin. Kjo kryengritje do të kurorëzonte më 28 nëntor të vitit 1912 shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë së zvogluar. Në vitin 1914, kur vjen për të drejtuar Shqipërinë Princ Vidi, Hasan Prishtina zgjidhet ministri i punëve botërore të qeverisë së Durrësit. Me 1918, Hasan Prishtina, Kadri Prishtina, Bajram Curri dhe shumë të tjerë formojnë Komitetin Mbrojtja Kombëtare e Kosovës me përfaqësuesit e tyre në Rom dhe në shtetin Mëm në Shqipëri, ndërsa në dhjetor të vitit 1919, komiteti e ngarkoi si kryetar të delegacionit të tij në konferencën e paqes në Paris, ku kërkoi bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Mori pjesë në përgatitjen dhe organizimin e Kongresit të Lushnjës të vitit 1920 dhe në prill të vitit 1921 u zgjodh deputet i Dibrës në parlamentin shqiptar. Hasan Prishtina u shqu si luftar për mbrojtjen e zonës neutrale të Junikut nga forcat serbe dhe ato zogiste, si udhëheqës i lëvizjes nacional çlirimtare të Kosovës kundër sundimit serb. Hasan Prishtina, me 7 dhjetor të vitit 1921, u zgjoll nga Kuvendi Popullor Shqiptar, kryeministër dhe ministër i jashtëm, por me 10 dhjetor të vitit 1921, ai jep dorëheqjen mbas kundërshtimeve të disa deputetëve që i kryesonte Ahmet Zogu. Kështu, për të shmangur gjakderdhen midis shqiptarëve, Hasan Prishtina mbetet vetëm deputet i atij kuvendi. Me vendosjen e marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Mbretërisë Serbe, Kroate, Slovene, me 1922, qeveria Ahmet Zogu dhe Xhafer Ypit u hoqi të drejtën e deputetëve në Kuvendin Popullor Shqiptar, Hasan Prishtinës, Bajram Currit, Hoxh Kadriut dhe shumë udhëheqësve të tjerë nga Kosova dhe filloi ndjekja për eliminimin e tyre. Në shkurt të vitit 1923, Hasan Prishtina dhe Bajram Curri u ngritën kundër regjimit serb në Kosovë. Kjo kryengritje u shtyp sepse qeveria Ahmet Zogut nuk i mbështeti. Pas kësaj, 3500 shqiptarë të Kosovës u përzun nga trojet e tyre për në Turqi. Me 26 shtator të vitit 1924, krahas Fanolit, Luviç Gurakuqit, ishin dhe Hasan Prishtina, Bajram Curri, Bedri Pejani në lidhjen e 5 të kombeve në Gjenevë. Përfaqësuesit e Kosovës, Hasan Prishtina, Bajram Curri dhe Bedri Pejani kundërshtuan për genocid që ndiqte Beogradin ndaj popullit shqiptar në Kosovë.
Pas rrëzimit të qeverisë së Nolit, në dhjetor të vitit 1924 dhe ardhjen e Zogut, mendimin e serbëve, Hasan Prishtina largohet përgjithmonë nga toka me Melleut, për të vrarë me 13 gusht të vitit 1933 në Selanik.